Edhe pse tetori njihet si muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, mjekët theksojnë se kontrollet për mamografin nuk kanë afat kohor. Mjekja specialiste në Poliklinikën e Shkodrës Valmira Gjonaj shprehet se gratë mund të paraqiten për mamografin në çdo periudhë të vitit dhe jo vetëm gjatë muajit tetor, por mjafton të kenë një rekomandim nga mjeku i familjes. Edhe pse gratë kanë marrë një stres, mund themi që iku tetori dhe nuk mund të realizojë, mund themi që nuk jena vetëm tetor, jena gjatë gjithë vitit që realizohet mamografia, si një ekzaminim tjetër që bëhet, edhe mamografia realizohet gjatë gjithë vitit në poliklinik, kështu që gratë që nuk kanë arrit me bën tetor, mos t'ju mesin kjo pjesë merak se mund të vazhdojnë me një rekomandim të mjekut lagjës se të vinë të regjistrohen edhe ta kryejnë edhe gjatë gjithë vitit. Për ne, siç na bëhet qefi që vinë dhe ekzaminohen, mund të themi që është pak problematik sepse gratë kanë vendosur që të vinë vetëm gjatë muajit tetor. Ne bëjmë thirrje dhe ju rikujtojmë grave që nuk është vetëm muaji tetor, për çdo problem që kanë, për çdo ndryshim gjini që kanë, duhet vinë gjatë gjithë vitit dhe të kontrollohen, mos ta harrojnë vetëm tetori. Mjekja shton se kontrollet duhet të kryhen edhe kur nuk ndihen shqetësime, pasi shumë sëmundje të gjirit zbulohen rastësisht në faza të hershme, kur trajtimi është më i lehtë dhe efektiv. Ndoshta presin një sinjal që duhet ke një dhimbje apo ndryshim që të vinë dhe të bëjnë mamografin, por unë them që në këtë rast nganjëherë nuk mjafton që të ketë një dhimbje, një ndryshim gjini që të bëhet një indikacion për më ardhë dhe me bë mamografin. Një zoj që nuk ka asnjë dhimbje, asnjë gjë, duhet se s'ban të vinë dhe të bëjnë mamografin. Duhet t'ia vëmë pak një detyrim vetit, edhe pse nuk ka një sinjal që të vinë dhe ta kryejnë, sepse edhe nëse nuk ka sinjal, apo nuk ka dhimbje, apo nuk ka shenja, mund të evidentohet në gjë ndryshe që asaj i duhet se s'ban më ardhull me pa. Për këtë rast themi që bëhet mamografia, se edhe pse nuk ka shenja, mund të jetë një rast problematik që ne me diagnostikim dhe mamografin mund të arrijmë ta kapim kohë. Në përfundim, mjekja apelon që çdo grua të gjejë kohë për kujdes ndaj vetes, sepse një kontroll i vogël sot mund të bëjë diferencën për nesër.